Sot ka ndryshuar për brenda Adriani nga i rebeli, apo vazhdon tjetë? Jo, unë akoma e kam atë shpirtin, sidomos për punën e çështjes kombëtare për bashkimin e trojeve etnike. Mos harroj të them se ku e ka më herët edhe prindin, do me thënë ai gjithmonë ka qenë ndjekur prej sistemit moniste, sidomos se në atë periudhë ai këndonte në për ahengjet e ndryshme, këndonte këngë patriotike, këngë shqipe, dhe ai gjithmonë merreshte në pyetje dhe akoma e kam si traumë prej familjes. Po, kur u hapi dera e banesës dhe vinin 7 mëngjes oficerët e atëhershëm, e merrnin në pyetje babin dhe ajo drita prej nga ana tjetër, do me thënë e lindjes kur hapi dera e korridorit të ndërtesës ku jetonim, ajo drita kur ma prishte gjumin mëngjes e dija se çka po ndodh. Derisa arritën qëllimin, babin e burgosën, po për fat mirë kaloi shumë shpejt ajo periudhë, sepse nuk patën dëshmi për me mbajt më tepër, e kështu me radhë, se më ktheve në retrospektiv, po duhet të them se... A ishte aktrimi tek ëndrat tua të fëmirisë? Po, gjithsesi. Ishte tek ato që si e shihje vetën? Me që thash, rrjedh nga një familje artistësh, lirisht mund ta quaj babin artist, jo se është baba im, po e di se ai çfarë fryti ka pas vetë në vete, dhe atë e ka imponu tek unë. Duhet të them se unë jam rritë me muzikë dhe e kam të trashëgume, si që thonë të tjerat, po besoj edhe se qashtu është. Është dëshmuar në për veprat të ndryshme teatrore, qoftë edhe ato muzikore, sepse e kam të kryer edhe shkollën e ulët muzikës për fisharmonik. Po, kam qenë atër, do me thënë, unë jam një djalë, një person që i kam përjetuar dy sistemet, edhe sistemin e monizmit, edhe mandej demokratian e kështu me radhë, demokracian. Si i vogël, kam marrë pjesë, si që ju thash, basi kam mësuar në shkollën e muzikës, dhe thanë, inspirimi im ka qenë prej aty përballja me publikun, prej koncerteve që i mbarim në fund vitit, edhe pastaj në shkollën fillore gjithmonë isha ai personi që bëja ahengjet ndryshme duke përfshirë edhe këngën, sepse genetikisht ju thash e kam trashëguar prej babit, di edhe të këndoj nga pak. Do të kalojmë te kënga, do të flasim, po të qëndrojmë akoma te aktrimi. Kush ka ndiku më shumë? Babi ka ndiku më shumë, por një ndër iniciatorët kryesor ka qenë Ndjeri Shpend Pustina, ishte pjesë e trupës amatore që ishte në kuadër të shoqërisë kulturore artistike Xheladin Zekiri në Tetov. Ato punonin shfaqje amatore, edhe një kohë në krye edhe me profesorin, me aktorin, me kolegun tim Refet Abazi, ato kishin qenë bisede si për të më angazhuar mua, si talent që kishim parë më herët në për shfaqjet, qoftë në koncertet e muzikës, apo shfaqjet e shkollave që i kishim në shkollë të mesme. Edhe unë mora, ma dhanë një rol në shfaqje amatore, isha si